Vazhdojmë me pjesën e dytë të podcastit. Dhe si temë kam e prezantu ciklin e ekzekutimit të një instruksioni. Pra cikli i ekzekutimit të një instruksioni është procesi në të cilin CPU-ja pra ndjek, merr apo kupton, dekodon ato instruksione dhe në fund i ekzekuton për me kryer një punë. Na shpjegu 3 hapat e rëndësishëm. Si hapin e para kena hapin fetch, pra marrja e informacionit nga memoria RAM në CPU. Këtë punë e kryen program counter i cili e mban adresën të ruajtur në memoria dhe pastaj ja dërgon këtë adresë memory data register. Pastaj memoria këtë adresë ja dërgon prap memory data register dhe në fund ky instruksion ruhet në instruction register dhe program counter rritet gjithmonë për 1 për çdo instruksion. Si hapin e dytë e kena dekodimin e instruksionit. Pra dekodimi i instruksionit do të thonë përkthimi i atij instruksioni sepse CPU-ja nuk e kupton direkt instruksionin që e marrim nga memoria RAM. Pra këtë punë e kryen control unit, e cila është pjesë e CPU-s. Pra control unit zbulon se çfarë lloji instruksionit është, aritmetik, logjik apo është instruksion i kontrollit. Zbulon po ashtu se çfarë pune duhet të kryej ALU-ja, zbulon se edhe cilat regjistra do të na duhen gjatë këtij procesi, tregon se cilat sinjale duhet me i dërgu të cilat pjesë të CPU-s edhe se CPU-ja a duhet me i lexu apo duhet me i marrë këto instruksione. Hapin e tretë e të fundit të këtij procesi e kena hapin execute, i cili pra merret me ekzekutimin e instruksionit. CPU-ja e kryen veprimin e këtij ekzekutimi të instruksionit, pra e kryen një cikël. Në varësi të instruksionit mund të ndodhin pra operacione aritmetike logjike, pra ALU-ja mund të bëjmë mbledhje, zbritje, and or not, po ashtu edhe krahasime. Mund të kemi input dhe output, po ashtu mund të ndodhen edhe transferim të dhënash nga memoria në regjistër apo nga regjistri në memoria. Po ashtu kemi edhe ndryshim të rrjedhjes së programit, pra program counter përfundon. Pse është i rëndësishëm ky cikël? Ky cikël është i rëndësishëm sepse tregon se si realisht një CPU punon, se si CPU-ja me memorien RAM edhe me regjistrat komunikojnë, edhe pse programet ekzekutohen sekuencialisht. Dhe ky është fundi i këtij podcastit për këtë temë.